Në zemër të Devollit, aty ku lindi dhe u formua një prej kolosëve të letrave shqipe, ka nisur më në fund ndërtimi i Muzeut të Dritoroagollit, një projekt i shumë pritur dhe thellësisht simbolik për të gjithë komunitetin dhe më gjerë. Muzeu do të shërbejë si një vend nderimi për jetën, krijimtarinë dhe kontributin e jashtëzakonshëm të Dritoroagollit, një autor që jo vetëm e pasuroi letërsinë shqipe, por e bëri dhe të njohur emrin e Devollit brenda dhe jashtë kufive. Dhe kanë filluar punimet për ndërtimin e Muzeut të Dritoroagollit. Është një sakt problematika e cila ka ndodhur nga viti 2001 ku filloi si iniciativë ndërtimi i këtij muzeu me iniciativën e shoqatës Devolli dhe ish komunës Miras, por për arsye disa objektive, disa subjektive nuk u bë mundur financimi dhe gjetja e fondeve për ndërtimin e këtij muzeu. Më së fundi, gjatë vitit që kaloi, në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Korç, ne bëmë të mundur alokimin e fondeve të nevojshme për ndërtimin e Muzeut të Dritoroagollit. Është një vepër e cila do t'i japë vlerën që i takon kolosit të letrave shqipe dhe atij të cilit ne na ka nderuar si zonë, si krajinë, si Devoll, por jo vetëm Devollin dhe Korçën, por ai është dhe një aset i letrave shqipe të mbar vendit. Shpresojmë që këto punime të ecin me ritme dur dhe unë për të jam shumë optimist dhe brenda 6 muajve të cilët është edhe afati i përfundimit të punimeve, ne të kemi gati godinën dhe pastaj të vazhdojmë përpjekjet e mëtejshme për muzealizimin e godinës, pasi duhet dhe një grup pune i veçantë për këtë pjesë dhe duhen specialistë të fushave të ndryshme muzeale apo historianë. Një projekt i iniciuar shumë vite përpara, në fillim të viteve 2000, por i mbetur, i paralizuar dhe duke gati një premtim i pambajtur dhe një realizim i pamundur. Në bashkëpunim me Bashkinë Devoll, ne iniciuam këtë projekt vitin e kaluar, punuam për të përmirësuar projektin, një projekt që ishte përgatitur para disa viteve, gjetën financimin dhe pas procedurave të kërkuara ligjore, kemi filluar punimet për realizimin e këtij investimi. Ky projekt përfaqëson një nga emblemat e kulturës shqiptare, Dritoroagolli, që nuk i takon vetëm Devollit, i takon rajonit, i takon Shqipërisë, mbase edhe enciklopedisë botërore të kulturës. Ky është një projekt që do bëhet me dashurinë e devollinëve. Është kërkuar nga devollinët, është projektuar nga devollinët, por zbatohet nga kompani nga Devolli. I projektuar për vite me radhë, por i vonuar për arsye të ndryshme, ky muze po merr më në fund formë, duke u kthyer në një dëshmi konkrete të vlerësimit për trashëgiminë kulturore dhe për figurën e pavdekshme të shkrimtarit. Edhe miqtë dhe bashkëkohësit e tij kanë shprehur emocion dhe entuziazëm për realizimin e kësaj nisme. Unë ndihem shumë i kënaqur që Këshilli i Qarkut Korç dhe Bashkia Bilisht po hedhin hapat e sigurta për realizimin e kësaj vepre shumë të madhe, madhështore mund të them, për poetin ton të madh, birin e Devollit Dritoragollin. Dritorakolli ka qenë dhe mbetet miku im, është një nga figurat qendrore të poezisë shqiptare dhe detyrimisht unë ndjej një farë kënaqësie, sepse Dritorojt gjithmonë e kam patur mik, i kam bërë dhe këngën Dritoroj për së gjalli dhe në momentin që unë i kam dhënë këngën e ka dëgjuar, është ngritur, më ka përqafuar, tha faleminderit, tha nuk do të harroj gjithë jetës. Është realizuar një dëshirë e gjithë Devollive, aty ku bëj pjesë dhe unë, por nuk mbaron. Me kaq, Dritoroj ka patur ëndër që të ngrihet dhe një monument për punën, dhe ma ka thënë disa herë dhe e kam të incizuar dhe në video, që do një monument për punën në mes të Bilishtit. Është kënaqësi e madhe, personalisht po e them, për mua dhe familjen time, që Dritorojt po i bëhet ky vlerësim. Dhe nuk do të jetë vetëm kënaqësi personale timja dhe Devollimeve, po do të jetë një atraksion turistik, sepse ka shumë agjenci turistike
që kam unë miq të tim personale dhe të lidhjes familjare që thonë u bë muzeu i Dritroj sepse shumë vizitorë kërkojnë që të vinë të shohin muzeun e Dritroj në Devoll, sepse është pjesa e dytë e ndërtimit të muzeuve, siç është në Tiranë dhe tani do të bëhet këtu në Devoll. Vlera totale e kontratës ka shifrën mbi 15 milion lek pa TVSH, ndërsa me TVSH arrin në rreth 19 milion lek. Punimet priten të zgjasin 6 muaj, që nga momenti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit dhe nënshkrimit të proces verbalit për fillimin e punimeve.